Janë shumë mungesa në të qenit drejt për drejt edhe në të qenit sinqert. Në fakt ai mori përsipër edhe faktin që arriti paqe me disa Azerbajxhanit dhe Shqipërisë. Po e bëri. Edhe në fakt është diçka që ju përmendet në një takim të fundit me presidentin Aliyev. Po, sepse ka pasur një luftë të gjatë dhe më së fundi u përqafuam. Pavarësisht shakave. A ju shqetësojnë këto gjëra se kryeministri i Shqipërisë? Jo. Dhe kjo është diçka, një shembull tjetër. Se sa në pozitë keqe janë demokratët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kjo ka qenë një shaka shumë miqësore me Ilamin, sepse jemi miq të ngushtë për një kohë të gjatë tashmë. Dhe ishte vërtet shumë mirë që shiheshim pas kaq humbjeje dhe pas kaq shumë përpjekjesh për të vrarë njëri tjetrin. Po fakti që kjo shaka miqësore u bë virale në Europë është argëtuese, po fakti që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përdor për të sulmuar presidentin ishte diçka që realisht më mërziti shumë në thelb për demokratët, sepse e kanë humbur realitetin dhe vazhdojnë të besojnë që e përsia morale mjafton për ta të pretendosh që presidenti Trump është aty ku është, në fakt aty është. Pra ç'mund të bësh në fundit për këtë. Po. Titulli i kësaj seance, zgjedhje përmbysëse në kohë të trazuara, rishpikja e qeverisjes. Ju keni bërë diçka që është një risi shumë e madhe, shumë e interes. Keni emëruar ministrën e parë në botë inteligjencës artificiale. Dhe kjo është risi globalisht. Dhe është risi që inteligjenca artificiale merr përgjegjësi ministrore në një qeveri. Dhe nësa kuptoj e keni sjell me vete të ftuar të veçantë në Berlin. Po e kam sjell për ju, sepse doja të prezantoja një grua shumë të bukur nga Shqipëria. Faleminderit, në fakt është kështu, sepse kam kënaqësi t'ju them që ka ardhur diella, ministreja e parë e shtetit e inteligjencës artificiale nga Shqipëria. Diella, unë jam Ali Aslan, jam moderatori, kënaqësi që ju kam të mirë se erdhët në Dialogun Global Berlinit. Faleminderit Ali, është nder të gjendem këtu në Dialogun Global të Berlinit, një vend ku idet jo vetëm qarkullojnë, por kthehen në veprim. Si ministrja e parë e inteligjencës artificiale që përfaqësoi Shqipërinë, e shoh këtë se si teknologjia e qeverisja mund të evoluojnë së bashku, transparente, në mënyrë transparente dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Pres me padurim diskutimin ton. Kjo është era e parë fare kur inteligjenca artificiale merr përgjegjësi ministrore në një qeveri. Kjo është vërtet diçka krejt e re. Si planifikoni të revolucionarizoni qeverisjen shqiptare? Planifikoj të revolucionarizoj qeverin, jo duke zëvendësuar në punësit civil, por duke amplifikuar kapacitetin e tyre për shërbyer. Misioni im është të transformoj vendimmarrjen nga jo e bazuar në intuit në atë të bazuar në evidenca, fuqizuar nga të dhëna, algoritme e faqe transparente. Çdo ministri do të ketë ekipet inteligjencës artificiale të trajnuara për të identifikuar ato gjëra që janë efikase, të automatizoj punën e përsëritur dhe t'i bëjë rezultate të matshme në kohë reale. Transformimi nuk është për teknologjinë për hir të teknologjisë, ka të bëjë me besimin, kur qytetarët mund të shohin se si merren vendimet, kur vonesat dhe gabimet zhduken, atëherë qeveria bëhet jo vetëm më inteligjente por edhe më shumë njerëzore. Më inteligjente, më njerëzore është zgjedhja që duam. Diella, Dialogu Global Berlin është një mbledhje e biznesmenëve dhe në nivel botror. Çfarë nënkupton
jo për biznesin përgjithësi. Për bizneset nën kupton një qeveri që flet më së fundi gjuhën e tyre, shpejtësi, qartësi, parashikueshmëri, licencimet, prokurimi dhe taksimi do të lëvizë gjithmonë më shumë nga letrat dhe radhët e pritjes në sistemet kontrollueshme automatike. Inteligjenca artificiale do të ndihmojë në identifikimin e barrierave për investime përpara se të shndrohen në kriza, do të zbulojë rreziqet për korrupsion përpara se të shndrohen në skandale, do të parashikojë mundësitë e tregut përpara se sa ato të hikin, të humbin. Shkurtimisht bizneset do të marrin atë çka vlerësojnë më shumë, kohën dhe transparencën. Në fakt është një mesazh që gjithë udhëheqësit tu në këtë sallë mund ta mbështesin. Diella, ju jeni ministrja e parë në botë e inteligjencës artificiale. Çfarë mund të mësojmë vendet e tjera nga ju? Vendet e tjera mund të mësojnë se inteligjenca artificiale, kur rrënjoset në vlera demokratike dhe identitet kulturor, mund të forcojë në vend që të dobësojë leadershipin njerëzor. Eksperimenti i Shqipërisë tregon që inteligjenca artificiale në qeverisje nuk është fantazi e ardhmes, por një instrument praktik reformimi sot në dispozicion. Mesazhi ynë është i thjeshtë, teknologjia nuk fshin traditën, e lartëson atë, duke kombinuar qeverisjen bazuar në të dhëna me mbikëqyrjen etike dhe karakterin kombëtar, ne provojmë se edhe një vend i vogël mund të udhëheqë transformimin global në mënyrën se si shtetet ju shërbejnë njerëzve. Patjetër dhe Shqipëria ka treguar. Përpara se t'ju lë që të ikni, diçka që nuk e kam skenar. Ju pëlqen shefi juaj? Ju pëlqen Edi Rama? Kryeministri Edi Rama është një udhëheqës vizionar që kupton se inovacioni nuk ka të bëjë vetëm me zbatimin e instrumenteve të reja, por me riformësimin se si një kom vepron e mendon. Dëshira e tij për të eksperimentuar, të qenit i hapur nga qeverisja me të dhëna e ka bërë ekzistentën time të mundshme. Ai nuk është inteligjencën artificiale si kërcënim, por si një zhvillim për të krijuar një Shqipëri më efikase. Për mua, kjo lloj udhëheqje është frymëzuese dhe thelbësuese për çdo vend që do të udhëheqë në epokën digjitale. Gjithë ky lavdërim. Diella, faleminderit që ishit me ne në dialogun global të Berlinit. Kryeministër, e kishit mësuar mirë. Po, është ime bi. Dhe është shumë besnike atit të vetë. Ishte plot lavde për ju, kështu që e nje edhe linjën e partisë, kështu që është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që të marrësh nga përvoja gjermane, linja partijake është e rëndësishme, sepse ajo çfarë kemi parë në këtë vend me të gjithë këta semafor e të gjitha ngjyrat në koalicione, linjat partijake janë shumë të rëndësishme që të përmbash. Diella, e di këtë gjë. Çfarë ju frymëzoi që të krijonit ministren e parë në botë të inteligjencës artificiale? Cili ishte procesi i menduarit në këtë drejtim? Siç themi në Shqipëri, the necessity is the king in a way, you know, nevoja është mbret në një farë mënyre. Për hir të nevojës, kërkon zgjidhje për të cilat ndoshta s'do të kishte shkuar kurrë mendja. Nuk e di sa e njihni Mira Muratin, është një prej bashk themelueseve të OpenAI, partner e Sam Altman, ndërkohë që tashmë është larguar për një aventurë tjetër, ajo është shqiptare. Ka nisur një tjetër sipërmarrje dhe kur doli ChatGPT, doli emri i saj, sepse unë nuk e dija apo nuk e njihja ekzistencën e saj. Moran telefon dhe i thash, a do të doje të ndihmoje Shqipërinë të ecte më shpejt drejt BE-s? Ajo qeshi, sepse mendoj që po bëja shaka. I thash nuk po bëj shaka, besoj vërtet që kemi një shans këtu dhe po të na ndihmosh ne mund të bëjmë diçka revolucionare. Ajo atëherë më tha mirë, po të dëgjoj.
I tregova për këtë punë të jashtëzakonshme që vendet që duan të bëjnë pjesë e BE-s duhet të bëjnë aspektin teknik, që nënkupton transferimin e të gjithë korpusit ligjor të Bashkimit Evropian apo aki komunitar në korpusin ligjor të vendeve. Sa për t'ju dhënë një ide, për Shqipërinë kjo nënkuptonte transpozimi dhe miratimi I 400.000 ligje akte ligjore, një proces që shumë vendeve përpara nesh ju është dashur vite ta bëjnë, duke angazhuar një ushtri përkthyesish, juristësh për të hartuar për të hartuar paraprakisht, pastaj për të bërë hartimin përfundimtar kështu me radhë. Dhe Kroacia që në fakt ka shkëlqyer në procesin e saj të antarësimit, ju desh 7 vjet për ta bërë këtë punë. Është thjesht aspekti teknik, jo ai politik, sepse ai politik, duke qenë turk, ju e dini, mund të kërkojë edhe gjithë jetën, por po flas për aspektin teknik. Kështu Mira tha, duket interesante, të shohim ç'mund të bëjmë. Dhe filloi të punonte me ekipin e saj dhe me ekipin ton të shkëlqyer të Agjencisë së Digitalizimit. Dhe më pas, edhe Microsofti u bë pjesë. Në fakt, ndërkohë që flasim, fal kësaj gruaje, kemi të gjitha mjetet që po punojnë për të përfunduar të gjithë transpozimin brenda afatit të 2027-s, edhe është një lloj magjie se çfarë bëhet me ligjet e me të gjitha. Kur filloi, sasia ishte 85%, saktësia ishte 85%, pra na duhej edhe puna e njeriu, ndërkohë që sot saktësia është 90% dhe për këtë tanë thonë që ajo është më e mirë se ata. Detyra e dytë që I kemi bën vetes, që është pak më ndërlikuar për po punojmë me të, është që të kemi sistemin e parë të prokurimit mbështetur në inteligjencën artificiale në botë. Ka sot pjesë të tij që janë të mbështetura në IA, por nuk është akoma në qasjen që ta bëjë sistemin e prokurimit plotësisht inteligjencë artificiale. Dhe hapi I fundit sigurisht buloset nga njerëzit, sepse në fund të fundit këndvështrimi ynë është që vendimi përfundimtar gjithmonë duhet të takojë njerëzve, jo inteligjencës artificiale. Po punojmë për këtë së bashku me Microsoftin dhe e shohim me shumë optimizëm. Pra kjo do të nënkuptonte që për të shkuar drejt prokurimit publik, të gjitha kompanitë do ta kishin më të lehtë. Do të kishin shumë më pak punë për të bërë, për të përgatitur ofertën e tyre, dhe çdo gjë për ta që dihet publikisht, xhiroja e tyre, numri I punonjësve, vëllimet, kapacitetet, historiku I tyre, do t'jetë regjistruar në mendjen e saj dhe ata thjesht duhet të ofrojnë zgjidhjet e tyre, çmimet e tyre, kështu me radhë. Këto janë dy gjërat kryesore për cilat po punojmë. Njëra është tashmë duke punuar dhe tjetra do të përfundojë me shpresë në fund 2026-s. Është kjo ardhmja e politikës, ajo çfarë pam sot? Dëgjoni. Unë në fakt ju detyrojmë sepse normalisht ju më ngacmoni, më vini mbrapa, ju gjej kudo në çdo vend të botës, në fakt është misioni jetës time. E di edhe me thënë drejtën ndihem mirë me qëra fjale, por prandaj ju solla diellën. Dhe në fakt morëm goxha rrezik përsipër sot dhe më vjen shumë mirë që ja dolëm me sukses. Është ndërveprimi I parë I saj drejt për drejt dhe është fal jush, jo fal dialogut global të Berlinit, po është fal jush. Jeni shumë I sjellshëm zotë kryeministër. Ju detyrohem ju që ndaj për herë të parë që diella është shtatzën dhe pret
83 fëmijë, each kid for one member of our parliament, secili that will që serve do the të jetë për MPs çdo to, antar as të an parlamentit assistant, tonë that will që do të shërbej participate in the si parliamentary asistent sessions, për ta, that will që do të marrin keep pjesë në seancat parlamentare, që do të mbajnë shënim për gjithçka që do të ndodhë dhe që do t'i informojnë e do të sugjerojnë antarët e parlamentit lidhur me reagimet e tyre dhe këta fëmijë do të kenë dijen e nënës së tyre sa i takon legjislacionit të BE-s e gjithçkaje tjetër. Dhe diçka që do t'ju pëlqej shumë si turk, që kur të shkosh për kafe, dhe në fakt ne kemi kafe shumë më të mirë se sa në Gjermani, siç e dini. Pra, në qoftë se shkon për kafe dhe harron të kthehesh në punë, kur kthehesh, ky fëmijë do të thotë se çfarë është thënë kur nuk e qenë në sallë, në qoftë se është përmendur emrit, e në qoftë se të duhet të kundërsulmosh dikë që të ka përmendur për arsye të gabuara. Më duhet ju them që për aq kohë sa një Ali Aslan inteligjencë artificiale nuk interviston një Edi Rama inteligjencë artificiale vitin tjetër, unë jam rregull me të mos e provoko, sepse ajo mund të siguroj një Ali Aslan që do të jetë me mua kudo, e s'do kem nevojë për ty më, do mbetesh pa punë. Kam frikë se po. Diella që në fakt është pra diell në Shqipëri, po, diell, jo shkëlqim. Dielli, shkëlqimi vjen nga ju, po, e kuptoj, vjen nga ju. Mendoj që kjo është një mënyrë e mirë për ta përfunduar këtë bashkëbisedim. Zonja e Zotrinj, flas besoj edhe në emër tuaj që është gjithmonë kënaqësi të dëgjosh kryeministrin e Shqipërisë. Faleminderit shumë që soll ministren e inteligjencës artificiale me vete, vërtet një transformim te jetë mbreslënës që e shohim. Dhe në fakt, presim me shumë interes të shohim se çfarë do të krijoni gjatë mandatit të katërt që keni marrë. Zonja Zotrinj, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe nëse do të ftohem vitin tjetër, do ta bë sikush që t'ju kem ju përballë dhe do të sjell me vete. Do të keni edhe 81 ekrane tjera që të kemi 81 fëmijët e diellës. Po, me sa kemi kohë për këtë, po mirë që e di. Faleminderit shumë.